Hipotekimi i banesave në kryeqytet është lajm i mirë për të gjitha palët të interesuara për këtë proces. Sipas drejtorit ekzekutiv të shoqatës së ndërtuesve Maksim Muçi, ky proces do t'i shërbente të gjithëve, që nga qytetarët tek ndërtuesit dhe deri tek arka e shtetit, ndërsa do të nxjerrë në qarkullim me miliona euro. Në këtë përfitojnë gjithë. Përfitojnë radhë parë qytetarët të cilët kanë blerë apartamentet ose ambientet e tjera nga ndërtuesit dhe që nuk kanë mundësi që t'i fusin treg mbasi këto nuk janë pajisura me certifikatën përkatëse. Përfitojnë firmat e ndërtimit sepse kanë edhe ato ambientet pashitura të cilat janë pjesë e kapitalit të shoqërisë dhe që këto nuk mund të hyjnë në treg ose nuk mund të jenë përdoren për kredi ose për aktivitete tjera. Përfiton shteti sepse regjistrimin e hipotek kërkon disa pagesa, janë disa tarifa që janë përcaktuara dhe që llogariten në disa 10 milion me infër, mund të jemi midis 60-70 milion euro të cilat për pallatet në Tiranë. Për këtë arsye është ngritur një grup pune nga institucionet që kanë lidhje direkte me këtë proces, që janë Bashkia e Tiranës, Ministria e Financave dhe Aluizni, por edhe me grupet e interesit që janë vetë ndërtuesit. Gjatë fushatës elektorale, Lulzim Basha ka premtuar se brenda 6 muajve të parë që nga marrja e mandatit do të hipotekojë pallatet e reja.